Në festën e Zojës së Këshillit të Mirë pajtore e Shqipërisë në bazilikën kushtuar saj, u kremtua mesha solemne, duke shënuar njëkohësisht hapjen zyrtare të vitit jubilar në kuadër të 130 vjetorit të shpalljes së saj si mbrojtëse e vendit. Kremtimi u drejtua nga kardinali i Bazilikës Papnore Santa Maria Maggiore, hirësia e tij Rolandas Makrikas, në praninë e mira besimtarëve të ardhur nga e gjithë Shqipëria, ndërta edhe grupe shtektarësh nga dioqeza të ndryshme, përfshirë ato të Rreshenit, që kishin udhëtuar në këmbë për disa ditë me radhë për t'ju bashkuar këtij momenti të rëndësishëm. Kur gjithçka duket se lëkundet, këtu zemra gjen paqe. Kur rruga bëhet e pasigurt, këtu ndiset sërish të shpresa. Për këtë arsye ajo mbetet për të gjithë shqiptarët një burim ngushëllimi dhe një pikë sinqert riferimi në udhëtimin e jetës. Sot me këtë kremtim solemn hapim edhe viti jubilar marian në përkujtimin e 130 vjetorit të shpalljes së Zojës së Këshillit të Mirë si pajtoria e Shqipërisë. Është një kohë hiri që na fton të ripërtërim besimin tonë në ndërmjetësinë e saj mënore dhe të rizbulojmë bukurinë e një feje të jetuar me thjeshtësi dhe guxim. Hapja e vitit jubilar përfaqëson një moment të veçantë për Kishën Katolike shqiptare, duke ftuar besimtarët në reflektim, falënderim dhe ripërtëritje shpirtërore. Cari fratelli e sorelle, celebrare questo anniversario è l'anno. Në këtë vit ka çdomethënës në të cilin përkujtojmë 130 vjetorin e shpalljes së Marisë, Nana e Këshillit të Mirë, si pajtore qiellore e Shqipërisë, kuptojmë me mirënjohje se Maria ka ecur me këtë popull në histori, në kohë provash, në vuajtje, në përndjekje, por edhe në ringjallje dhe shpresë. Sa herë në historinë e Shqipërisë populli ka përjetuar atë që Jezusi thot në Ungjil, praninë e hajdutëve dhe cubave, pra të forcave që vjellin dinjitetin, lirinë dhe shpresën e njeriut. Megjithatë, pikërisht në mes të këtyre sprovave, feja nuk është shuar në këtë popull. Si një grigj ndonse e vogël, ky popull i hyjt ka vazhduar të dëgjojë zërin e bariut. Kjo bazilikë mariane është thellësisht e lidhur edhe me bazilikën papnore të Santa Maria Maggiore në Rom, një nga vendet më të lashta dhe më të nderuara mariane të Perëndimit. Nga Roma në Shkodër, prania amnore e Marisë bashkon popujt, kalon kufit, ndërton bashkësinë e krishterëve. Në këtë lidhje mes Romës dhe Shkodrës shfaqet edhe përmasa universale e kishës, një grigje vetme, një bari vetëm. Edhe pasardhësi si Pietrit, sot Papa Leoni XIV ka nderim të madh ndaj nënës së Këshillit të Mirë, i cili na kujton vazhdimisht këtë ndjesi të jetuar në dashuri dhe shpresë. Paraardhësi si ti Papa Francesku i Ndier na ftonte shpesh të mos jemi të krishterë të mbyllur në gardet e frikës, por nxënës që dëgjojnë zërin e bariut dhe lën veten të udhhiqen prej tij. Papa theksonte se feja nuk është një stres statike, por një rrugtim dinamik, një dalje, një ndjekje, një besim. Dhe këtu Maria, Nëna e Këshillit të Mirë, na edukon pikërisht për këtë, të dimë të dëgjojmë. Ajo që e ka ruajtur fjalën në zemër, na mëson të mos shpërqendrohemi, të mos ngatrojmë zhurmën e botës me zërin e Krishtit. Në këtë vend të shenjtë jehojnë fjalët e Papa Franceskut, i cili duke vizituar këtë tokë gjatë udhëtimit apostolik në 2014, e quajti Shqipërinë një tokë martirësh, duke njohur besnikrinë e këtij populli edhe në sprovat më të vështira. Dhe gjithashtu i tregoi Shqipërisë një mision për botën, të jetë shenjë e bashkëtesës paqësore mes besimeve, një dhuratë e çmuar që duhet ruajtur dhe kultivuar çdo ditë. Kështu ka jetuar dhe bashkëatletarja juaj, Nën Tereza, dëshmitare një feje heroike dhe një dashurie të zjarrt për Krishtin, si dhe 38 martirët shqiptar të lumturuar në 2016 me vullnetin e Papa Franceskut. Të kremtosh këtë përvjetor dhe këtë vit marian nuk do të thot vetëm të shikosh të kaluarën me nostalgji, por të rinovosh sot një akt feje. Do të thot të thuash edhe sot duam të udhhiqemi nga Krishti bariu i mirë, edhe sot duam të dëgjojmë zërin e tij, duam të ecim sipas shembullit të Marisë, si një popull që shpreson. Jezusi në Ungjil përfundon me një premtim: unë kam ardhur që të kenë jetën dhe ta kenë me plotësi. Jo një jetë çfarëdo, por një jetë të plotë, një jetë që nuk mbaron në gjërat e kësaj bote. Kjo është shpresa e krishterë, ky është premtimi i besuar dhe popullit shqiptar, një jetë që i reziston provave, që ringjallet pas çdo rënje, që hapet gjithmonë ndaj së ardhmes. Për me falëndëruar vërtet kardinalin për praninë e tij në mesin ton, ne duhet t'i japim diçka që në farë mënyre përfaqëson secilin prej nesh, që janë edhe këtu sonte për krejt popullin shqiptar. E ku ka gjë më të mrekullueshme, më të bukur se me i bë dhurat Nanën e Këshillit Mirë, aja që ka udhëheq popullin, por udhëheq edhe kishën.
Prandaj du që vërtet ne emrin e secilit për jush t'i adorëzojmë ikonën e bame në Shqipëni nga një piktor shqiptar, ikonën e Nanës së Këshillit Mirë. Ky përvjetur i rëndësishëm vendoset në qendër të jetës kishtare, duke theksuar rolin e Zojes së Këshillit të Mirë si udhërrëfyese dhe mbrojtëse e besimtarëve shqiptar ndër vite. TV1 Channel e përcolli drejt për drejt meshën e shenjtë nga Bazilika e Nënës së Këshillit të Mirë.